Kjo vjen nga seksi oral, kur goja futet organ genitale, dhe kjo vjen nga seksi anal, kur marrëdhëniet seksuale bën në zonën e trash, bën në rektum. Dhe unë po ju them një gjë, sëmundja me AIDS-in ose me SIDën, që është vdekje prurse, ka ardhur nga marrëdhëniet pederastike meshkuj me meshkuj në Afrikë. Unë me sytë e mi kam parë kockat e qafës dhe venat e gjakut tërvarura nga kanceri i qafës. Ose kam një rast tjetër në spitalin amerikan që kam parë kancerin e penisit me një njollë të zezë të madhe në kokën e penisit që u diagnostikua me un papilomavirus dhe shkoj në Athinë për një operacion. Dhe kjo vjen nga seksi penetrant vaginal, kjo vjen nga seksi oral, kur goja futet të organ genitale, dhe kjo vjen nga seksi anal, kur marrëdhëniet seksuale bën në zonën e trash, bën në rektum. Dhe unë po ju them një gjë, sëmundja me AIDS-in ose me SIDën, që është vdekje prurse, ka ardhur nga marrëdhëniet pederastike meshkuj me meshkuj në Afrikë, para shumë vitesh. Aty e ka marrë origjinën virusi i AIDS-it, që troditi botën, dhe po qëndrit sot. Dhe sot,